muslimanët duhet lexojnë. Aq më tepër që urdhri i parë është lexo. Mirë, po për çudi. Muslimanët e kohës sonë nuk lexojnë sa duhet. Ka muslimanë që nuk lexojnë fare. Një pjesë e muslimanëve lexojnë shumë pak. Janë të rrallë ata muslimanë të cilët me leximet e tyre na kujtojnë të parë të këtij ummeti. Parë të këtij ummeti lexonin shumë. Kemi shembuj të dietarëve të mëdhej të hershëm, po ka edhe një pakicë të kohës tonë të cilët lexojnë fort. Ummeti për sa kohë që i jep rëndësi dijes, leximit, studimit, do të jetë mirë, do të jetë në rregull. Ndërsa kur nuk merre me dije, me studim, po merre me muhabetet koda, me gjëra të padobishme, janë të dhënë pas lojës, argëtimit e kështu me radhë, natyrisht domethënë që nuk pritet që ky ummet të ngrihet, të rimëkëmbet edhe një herë. Pra, për rimëkëmbjen e ummetit nevojitet përhapja e dijes, dhe dija nuk mund përhapet pa lexim, pa leximin e librit. Po të bëjmë krahasim mes ummetit ton sot dhe ummetit në fillimet e ummetit islam në shekujt e parë, vremi diferencë të madhe. Ndonë se atëherë kushtet e mundësit ishin shumë më të pakta se sa në kohën tonë, por dietarët i kushtonin rëndësi të madhe leximit, nxënësit, muslimanët në përgjithësi kishin interesim të madh për librin, e ruanin librin, e blenin librin, shkëmbenin librin, e merrin hua, dhuronin librin. Pra libri zinte një vend të veçantë në jetën e tyre dhe domethënë kishte konkurrencë të madhe për të lexuar. Nëse në kohën tonë vret një farzbehje, me thënë drejtën, jemi shumë prapa krahasuar me të parët e këtij ummeti. Por mund të themi muslimanët në përgjithësi po të krahasohen edhe me jo muslimanët, siç janë për shembull në vendet perëndimore, vrehet një farzbehje.